jem sot në Gramsh bashkë me kryetarin e bashkisë për të inspektu punimet e ndërtimit stadiumit, të këtij mini stadiumi, modest por modern, i bukur, i cili plotëson gjitha kushtet për organizimin e ndeshjeve jo vetëm kampionatit kombëtar shqiptar, por edhe internacionale deri në një lloj niveli, pra një stadium i kategorisë 2. Unë duhet ta falenderoj kryetarin e bashkisë për bashkëpunimin në ndërtimin e stadiumit, po jo vetëm kaq, për gjithë bashkëpunimin për zhvillimin e futbollit, le të themi edhe në këto anë, sepse futbolli nuk luhet vetëm në Tiranë, Durrës apo në qendrat e mëdha urbane, por duhet luhet në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të globit. Kënaqësi që ju keni 250 fëmijë që luajnë futboll në zonën e Gramshit, keni një ekip vajzash i cili është nga më kualitativët në kampionatin kombëtar shqiptar, dhe uroj që të keni edhe me djemt të njëjtin sukses që kemi edhe me vajzat, dhe jam shumë i sigurt që ky stadiumi i ri dhe fusha tjetër që do bëhet për stërvitje pas stadiumit do t'i shërbejë jo vetëm ekipit vajzave, por edhe ekipit djemve për të shkuar akoma më përpara. Uroj që të kemi sa më shumë fëmijë që të luajnë jo vetëm në stadium, por edhe në fushën tjetër të stërvitjes që kemi në Gramsh dhe të edukohen nëpërmjet lojës tonë të futbollit. Edhe një herë falenderoj kryetar për gjithë bashkëpunimin, për gjithë mbështetjen që i jep futbollit, megjithëse se t'i njohim vështirësitë që keni në këtë qytet, por pasioni juaj ka bërë që ta ndihmoni atë. Shumë faleminderit, president. Faleminderit edhe për vizitën, për inspektimin në këtë fazë të fillimit punimeve, por doja t'ju falenderoj shumë për mbështetjen që keni dhënë Gramshit dhe sportit në Gramsh, veçanërisht dhe ekskluzivisht futbollit. Është një investim shumë i rëndësishëm për qytetin tonë, është një investim shumë i rëndësishëm për ekipin, por edhe për moshat, deri në arritjen e bërjes së një realizimit të një projekti tjetër për ndoshta një kompleksi sportiv stërvitor, edhe moshat do të kenë mundësi ta përdorin pra stadiumin dhe ambientet e reja të stadiumit qytetit tonë. Do të thoya që ky stadium i ri është fiks ashtu siç thatë ju, një stadium i vogël por shumë modern, dhe ashtu do të jetë, por është dhe një xhevair i shtuar në kurorin e investimeve të qytetit tonë. Është një investim shumë i rëndësishëm, një investim që i shërben brezave, i shërben dhe fëmijëve që të kenë mundësi ta përdorin në kohën në mënyrën sa më të shëndetshme të mundshme dhe larg veseve të këqija. Ky është një stadium që do t'i ketë të gjitha komponentët, dhomat e zhveshjes, tribunën shumë moderne, 1500 vende, do ketë dhomat e arbitrave, të antidopingu, të mjekëve, të gjitha pra ambientet që parashikon një stadium i kompletuar. Pra, po sigurisht, do të kërkojmë edhe mbështetjen e mëvonshme të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe tuajën personalisht që të vazhdojmë edhe me projektin tjetër për ta përmbyllur, po themi, atë zinxhirin e investimit në futboll për këta fëmijë dhe për qytetin tonë. Shumë faleminderit edhe një herë për mbështetjen dhe ta dini që Federata Shqiptare e Futbollit dhe ju personalisht zini një vend shumë veçantë qytetin tonë. Falenderoj shumë, falenderoj dhe unë uroj që takohemi për ta inauguruar stadiumin në sezonin e ri futbollistik në shtator. Patjetër, faleminderit.